Zot na ruaj prej fiksimeve. E do të më thonë për çdo ditë si lutje, Zot na ruaj prej fiksimeve. Na liro prej tyre. Sepse ka na rrënjosën gjona në trus, ose nuk jena Zot me vepru ndryshe. Sa herë fiksona mas të keqes. Prania djallit, bani kështu, bani anaj, bani këtej. Dopsona edhe i lajmë ati mundësi e kohë për me na pushnu, me na shkatru, me na vu kamen, edhe me na lani aty të krusën e të marum. Si që kishte ba për 18 vite rresht me këtë gru në ungjillin e sotëm. E kishte shkatru atë gru. Krishti vjen, hyn jetën e saj, e liron, e ban të lirë, ti e bi, ti nuk duhet me ken e sklavnumin e të keqen. Në thundën e saj, te meriton çlirimin, mos e lën veten me raty. Dhe dyta, Krishti liron edhe për atë në fiksimeve fetare. Sa herë e bëjmë Zotin me vepru me mendu si ç'dojmë na. I na madhurar kur marr me shëruar me ba diçka. Si ky kryetari i sinagogës. Hajt një ditë tjera dhe të shërur, në ditë shtunë dhe jo se a pushim. Po ku din ti mërë Zotni? Ku din ti kur dhe me liru Zotit? Me shëru. Çfarë oret ka Zoti? Çfarë ditet? Kur e ka hap dyqanin e pastrimeve të shërimeve? Ai e don gjithmonë lirimin e njerit. Nuk ka kohë Zoti. Zoti ka vetëm dashnin, e cila te kalon kohën e çdo gjë, sepse don bukurinë e njerit, mallështinë e tij, dhe nuk do me lan njerin në fiksime të marra.